Mirëmëngjesi që të gjithëve. 7:00 fiks në kohë si orë zviceriane. Fillon Wake Up-i edhe për mëngjesin e sotëm. Është data 23 janar 2026. Unë jam Blendi Salaj në studio bashkë me Heidi Baci. Mirëmëngjes gjithëve. Si je Blendi? Jam shumë mirë. Tamam në kohë sot, prap. Isha pak vonë sot, Vërtet ishe? Unë të gjeta këtu, unë edhe mbas teje, kështu që se duhet të rregulloja flokët. Mirë, ke bërë, dukesh si një angel sot në mëngjes me angel. Me të bardha. Ky është fustan? Është fustan? Po, është një fustan i zeqëm që është pak i shkurtër dhe vjen kështu si kështu. I fryrë këtu poshtë. Si i fryrë këtu poshtë. Shumë mirë, se po të zakonisht Heidi vjen e bër gati. Me çka më re unë, nëse nuk ka bërë korrigjoj. Sepse du të s'kam nevojë të flet deri në minutin e fundit, edhe shpejt më bëhem më shpejt vet. Kështu që zakonisht e gati, po sot po të shikoja që kur kalova atje që po grimoheshe, edhe unë shkoja drejt studios, ndërkohë që DJ Vini gjithmonë kujdesem siç është, doli në korridorin tonë atje dhe po thoshte Heidi. Brezat të tërë shqiptarësh janë rritur. Ky brezi im edhe ata pak më të vegjël se unë. Domethënë na kapi kjo edhe nuk e mbaj mend kush ka qenë Italia unë më duket, ai dua. Njëra nga këto. Kjo kënga është arsyeja pse të gjithë italianët mua nuk më thret njëri Heidi, po më thrasin gjithë Heidi. Unë ta kam thënë që kur ti ishe në Big Brother, e ne nuk njiheshim, unë të thrisja Heidi. Po. Sepse shqiptimi gjerman i emrit është Heidi, shkruhet me e, por lexohet me a. Po, çdo herë që flas tani me shoqërinë time andej, ata thon Heidi. Më bën çudi tani se atje isha mësuar që më thërrisnin gjithë Heidi. Kështu që tani tu e kam si emrin tim Heidi edhe më në fund. Qëllimi i prindërve ishte për Heidi, domethënë. Po, ishte për Heidi. Është më bukur. Heidi si klishe, po ta mendosh. Ja, po. Bahunisht Heidi, ja. Okej, shumë mirë. Kështu që thonë që janari është i gjati, e kemi përmendur këtu. Me thënë drejtën, mbaroj. 23. Nesër 24, java fundit, pastaj iku. Po, shkurti fluturon. Është kështu, domethënë. Iku dimri, iku janari, iku dimri dhe për më tepër. Sot është 23 janar. Dhe premte. Pra, si fjetë një herë, nuk të pyeta. Mirë. Shumë mirë. Okej. Shumë mirë. Ju si keni fjetur, ju atje në shtëpitë tuaja, në makinat tuaja. Na tregoni pak si jeni zgjuar sot mëngjes. Çfarë është gjë e parë që ju vjen në mendje? Mua më çon, domethënë një gjë që më çon është edhe ndër të tjera, se kam shumë, edhe mendimi i kafes. Duhet ta reflektoj. Po, ke të drejtë. Ajo ideja që do pish një kafë, një cappuccino në rastin tim, sa i shef atëherë po, dëgjohesh, i bën gjërat shpejt. Është një farë suste ai mendimi i kafes, do të thotë, po sepse ushqimi është vetëm një gjë që mund të jetë në kompeticion me gjumin. Ushqim po, në të rast kafeja. Këto ritualet e vogla të përditshme që njerëzit i kanë, e ke parasysh etj, sa që ndezin atë cigaren e parë, të shëndetshme të ditës. Sigarette la mattina, më kujtohet tashin. Disa i lumtur jam, le ta çojmë këtë mesazhin pozitiv që. Po, që ne nuk pim cigare. Bëra 2 vjet tani që kam lënë duhanin, gjëra më e mirë që kam bërë, edhe ajo është mund të jetohet edhe pa të, me sa duket. Po veset janë të bukura. Veset No, Blendi. Ke mision që nisi mirë. Nisi mirë këtë mision. Jo, domethënë kanë një gjë, një gotë verë. Po. E kupton? Jo, patjetër. Domethënë ritualet, po thua ti. Jo ritualet, ama veset. S'kemi kohë tani, por me që të lë një takime, ta bëj sheqeri, është shumë i mirë. Ndoshta po, ëmbëlsirat. Shiko, atëherë. Do bëjmë këtë gjë. Do bëjmë këngën e parë tani, edhe dua ndoshta më ndihmojnë çunat se nga që janë 500 gjëra duke fluturuar në ajër. Por dua t'ju tregoj pak më vonë për një artikull nga The Economist, revista e famshme, i cili ka si argument këtë, dhe tani vetëm po e grish publikun e pastaj ndoshta dëgjojmë edhe atë. Thoshte, është koha kur alkooli po braktiset masivisht në botë, brezi i ri po pi më pak se kurrë ndonjëherë, ndërkohë që alkooli ka qenë ndërtuesi i civilizimit. Domethënë çdo gjë është ndërtuar edhe mbi alkoolin, ka pasur një rëndësi kulturore, shpirtërore, njerëzore, edhe i liston atje se çfarë ka bërë alkooli për njerëzimin, festa, dasmat, heqja e frikës, ulja e depresionit, futin pime, kupton? Dhe thotë çfarë po ndodh dhe si do të vazhdojë njerëzimi pa alkoolin. Po pak më vonë e bëjmë. Po, bukur shumë po vazhdon, po e shohim. Është shumë e bukur. Po.
Ti më pyete për emrin eksakt, nuk di ta, që është pop, është një këngë pop, po se s'ka një gjë më të gëzuar kështu. Që catchy, që të kafshë. George Ezra është pak tu sido që më bës në zërin, po janë këta çunat anglezë që luajnë në këtë lloj kështu, ka qenë një Owl City përpara. Bën sa këngë ata e mban mend ja DJ Tun kokën aty. Këto këngët që janë fix për mëngjes, ose kur don pak humor të mirë, që je me stil të uvogati, e kupton fiksin ato filmat. Super. Gjithsesi është ora 7:09 minuta dhe ka ardhur momenti për pyetjen e ditës. Cila është ngjyra që ju shkon më shumë? Eko. Unë se di, unë pëlqen tani më pëlqen vetja me të bardha, siç jam sot. Por nuk e kam bërë kurrë atë gjën që të shikoj. Është kënga me të bardha veshur. Nuk e dija. Nita Take më duket e kata? Po më duket bënejse. Okej, të pëlqen e bardha, sot ke veshur bardha, të shkon e bardha. Mund ta them se të kam përballë tani dhe është diçka që duket. Edhe mua, ndonjëherë kur jam i veshur me të bardha, më thonë, të shkon e bardha. Dricon. Po, të sigurt ndoshta e drit pak që të. Do të shkojmë bëjmë atë provën e ngjyrave, ke parasysh? Po, e di. Të shohim çfarë stine jemi. Po ti Summer tani apo e bardha teknikisht edhe pse është ngjyra e vitit, cloud white, do flasim pak më gjatë, pak më vonë për këtë. Prandaj e kam veshur sot. Teknikisht nuk është ngjyrë. Domethënë është mungesa e ngjyrës, përfaqësohet nga e bardha. Por dhe mungesa e dritës pastaj nga e zeza. Përveç të bardhës. Jo, në fakt është, po. Çfarë blen ti më shumë? Blen ti për shembull rroba të një ngjyre të caktuar? Nuk bazohem shumë te ngjyra sa bazohem te modeli, prandaj varet. Nuk e shoh ngjyrën aq të rëndësishme. Më pëlqen gjitha ngjyrat, më pëlqen vetja me të gjitha ngjyrat. Sigurisht mund të them cilat janë preferuarat mia, që jam çik minimal, domethënë e zeza, e bardha, bezha. Ti je liminal. E kuqja shumë më pëlqen. E kuqja, të shkon e kuqja. Po, të shkon dhe e kuqja. Po e kuqja është e fortë e kuqja. E fortë është. Do kone vetë, s'mund ta vesh çdo ditë kuqen. Jo, se dhimin syt. Sa merr flak. Po më pëlqen dhe ato ngjyrat deep si bluja, lejlaja, këto. E kuptoj. Se ka raste isha një në Milano në një dyqan popullor atje, jo tek Rinascente, po. Isha dhe njëra nga këto, dyqan shumë mirë, dhe ishin shumë, domethënë ishte një tip, un kam marrë një. Është si me kopsa, me një jakë, gjys xhaket, gjys bluzë, një gjë që se ka ndar mendjen, domethënë. Se çfarë është, dhe më pëlqeu, si formë gjëja, ishte shumë e lezetshme, por ishte blu, ishte gri, ishte kafejt, ishte edhe ca ngjyra të tjera bezhe kështu. Bezha ishte out, sa e pash. Bluja dhe gria ishin të dyja shumë të bukura. E thash, marron dy si këto tash, marr edhe një blu, edhe një, ishin 60 euro. Edhe thash, ja kupton, prapë është modeli i njëjtë, po dukesh ndryshe, dukesh mirë me të dyja. Po ndryshonte shumë gria nga bluja. Po okej, po jepte komplet efekt tjetër. Jo, shikoj ngjyra ka peshën e vet, ëh. Po. Por që nuk e di. Për shembull, ver, thua ti rainbow bëhem, kështu ulber komplet. I vesh gjitha. Të gjithë ngjyrat, më pëlqen gjithë pastelet, roza pastel, bluja bojqell pastel, gjitha portokallia, nuk di. Unë të verdh nuk kam veshur, edhe pse e ftuara ajo më vonë më tha pastaj në improv që jo, tha të shkon e verdha ndaj këtij. Po unë vetë për shembull rrobat verdha i kam ndonjur larg. Se më zhdukur sikur nuk e di. Nëse nuk duhet të jetë ajo e verdha e shumë, se edhe ngjyrat kanë ajo kanarina e hap. Ai shikon që është si e verdhë si pastel. Po, që është e dobët e verdhë, kështu palida, si ajo është okay. Po ajo e verdha është një e verdhë si krejonet e nesër. Po. Cila ngjyrë ju shkon juve? Na shkruani 069 442 873 dhe që ju pëlqen ta vishni. Ka një kritik për shqiptarët që veshin shumë të zeza, vishin shumë errët etj, po le ta hedhim poshtë duke dëgjuar sot për ngjyrat tuaja. Dhe dikush na dërgon këtë foto sot në mëngjes. E thashun çfarë bëni sot në mëngjes? Edhe nëse ka bër këtë tani në mëngjes. Ka bër këtë në mëngjes tani. Sa duket, po. Shumë mirë. Duket si drek më tepër, biftek me kërpulla e me pure patatesh atje. Por bravo të qoftë, bravo. Se di ne në Itali jemi mësuar që një croissant edhe shumë. Po 2 croissant janë 2 fish më shumë. Po. Ju i hani ëmbëlsirat për mëngjes. Tani do të shkojmë tek kënga e ditës për sot, se është e bukur. Në datën 23 janar të vitit 1984, kështu që themi pas në kohë 42 vjet, Boy George dhe Annie Lennox, që janë dy artistë nga Britania e Madhe, janë në revistën Newsweek, në kopertinën e revistës Newsweek, në titullin Britain Rocks America Again.
sepse është një rikthim I muzikës britanike që dominon klasifikimet amerikane në atë kohë. Dhe Annie Lennox sot ka këngën e ditës, zëri I saj brillant, një artiste e madhe. Sipas Meteo Alb, vendi ynë do të jetë në ndikimin e vranësirave të shpeshta, të cilat her pas here do të zhvillohen duke gjeneruar rreshje të pakta shiu dhe dëbore për ditën e sotme. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje duke shënuar 0 gradë Celsius temperaturën më të ulët në Ersek, ndërsa maksimumi deri në 15 gradë Celsius në qarkun e Vlorës. Era do të fryjë mesatare deri tek Fort, duke arritur shpejtësinë mbi 55 km/h nga drejtimi juglindor. Përpasoj në brigjet detare do të gjenerohet një dallgëzim mbi 3 ballë për mëngjesin e sotëm. Ndërkohë shohim edhe temperaturat në Kosovë, -2 dhe 8 do të jenë luhatit atje, 6 dhe 13 në Podgoricë, 6 dhe 15 gradë Celsius në Athinë ku është bërë nami dje me qëra fjala dhe -1 dhe 3 gradë Celsius në Shkup. Në Athinë, Lumenj, rrugët janë kthyer në Lumenj, ndodhi një fenomen shumë I ngjashëm edhe me atë të Gjirokastrës, ku gur nga si duket lagjet kodrinore të qytetit atje kanë rrëshqitur. Por më doli një nga këto agjencitë e lajmeve në Instagram brëm në darkë dhe ishte ka pas thua ka pas përmbytje kështu. Ka pasur rreshje shumë të fuqishme, domethënë shumë ujë në shumë pak kohë dhe nga Athina. Si duket kjo vala ka kaluar, ka shkuar andej, si duket është postuar rreshjeve. Uroj mos të vritet njëri. Se kemi dhe, mos u vrafshi, ku rafshi, siç është shpreha. Po kemi edhe njerëz në Athinë, se na ndjekin nga Athina, kështu që prandaj. Nëse ndonjëri na dërgon në një foto, në një video, në një gjë kështu për ta parë, po realisht ishte e vështirë. Normal, gjithmonë këto situata, kudo që janë. Ku ishte ajo? Penitaliti, para ca ditësh që vinte dallga, domethënë stuhia ishte detare. Në Taormina ishte. Taormina në Sicili. Sicili pas ka qenë dhe mori në një moment edhe kryebashkiakun, kishin dalë të nesmen këta dhe po inspektonin edhe xhironin në të njëjtën kohë dhe vjen njëra e madhe nga deti, po përfitiro siç janë këto editi. Ato edhe rrugica të mbushën e këto. Të që bën pak impresion kur ishe. Bën shumë impresion, por shoqëri aty janë gjërat e kontrolluara. Shpeshherë gjithë në zonën këtej lindore janë regjistruar këto përmbytjet nga deti, por shumë pak janë radhuar gjithmonë më shumë viktimat në Itali kanë arritur të bëjnë infrastrukturat e sakta. Për shembull, dhe zona ime ku jetoj unë Peskar gjithmonë ka qenë një vend që përmbytet. Njëherë na ka ardhur policia 24 orë para në shtëpi që të shkonim në një strukturë, një gradaçel, një pallat që është aty që kishin arrestuar për të shkuar, por shqyr Zoti nuk erdhi te ajo zona ku jemi ne. Ti njoftojnë që me gjasa zonja e Zotrin do duhet që të shkërnguleni për ti kur Po. Nëse gjithmonë situata të vështira, por urojmë gjithmonë më të mirën. Se do të pyesja po ti para prive asaj në një farë mënyre kur do thosha cila ka qenë gjëja më e çuditshme që ke parë nga moti. Po nëse kemi 1 minutë kohë të flas pak për këtë me që premtova të më thon jo. Nuk ke. Censur. Nuk e di. Ka fashizëm, nuk kam çfarë i bëj. Okej, do të shkojmë te kënga e radhës, që nga e bukur. Duhet bëjmë pyetjen e pamundur. Blendi është shumë e rëndësishme. Kujtova se ishte fashizëm. Nuk ka fashizëm. Nuk ka fashizëm. Thjesht pyetja e pamundur. Pyetje e pamundur. Në Wake Up. Mund të shikojnë pas edhe pa kthyer kokën. Banorët e Big Brother. I don't know. Mund të shikojnë pas ëndrat edhe pa kthyer kokën. Sa filozofike mendimet. 069 20 70. Është mbetet për të parë, duhet ta gjeni ju, kështu që luani, shkruani. Tani 1 minutë kohë është tani, me thënë drejtë, mund ta thuash atë gjën Blendi. Okej. Na e thuaj çika të gjën. Do me thënë. Ja ku e kam të hapur këtë artikullin këtu, The Economist e ka këtë pra. How humankind's 10 million year love affair with booze might end.
Ai për këtë shqip se si dashuria 10 milion vjeçare e njerëzimit me alkoolin mund të përfundoj. Po alkooli bënte ujin e papishëm e bënte më të pishëm. Nëse përzihej me alkool, për shembull, mund të ngordhej mikrobet. Dhe mund të pije verë kur kishte se ndodhte shpesh që uji infektohej, kupton, bëj papishëm dhe ja fusin me verë. Dieti që vera përmban gjithashtu ujë, dhe ishte një zgjidhje edhe e shëndetshme. Ruante kaloritë dhe ushqyesit, mund të shërbente edhe si ushqim. Ulte barrierat sociale, domethënë e kupton ta jemi lavësh normale, vetbesimi i lartë. Po, bënte rituale, dasma, edhe në fe është përdorur, fjala vjen në mrekullia e parë e Jezusit është kthimi shëndrimi i ujit në verë. Po, është dasma. Atë po mendoja. Dasma në kan, ishte ankthin, domethënë ulte ankthin, depresionin kur e kishin ata dhe i ndihmonte njerëzit që të duronin një jetë që ishte shumë e përsëritshme dhe e vështirë. Nga ana tjetër, domethënë kjo ishte sepse njeriu u dashrua me alkoolin. Tani thon këta se 10-15 vjetët e fundit gjërat kanë ndryshuar shumë sepse shkenca po tregon që është më e imë tani më e aftë se nuk ka nivele të sigurta të alkoolit sa i përket disa sëmundjeve siç është kanceri edhe disa të tjerave që edhe sasi të vogla të moderuara mund të arrisin këtë dhe rrezikun kardiovaskular. Dhe kjo ka bërë që gjenerata e re, këta që janë gjenerata Z, po themi, pinë më pak alkool, fillojnë më vonë në jetë që të përdorin alkoolin, më pak futen ato binget, siç e quajmë që do të pimë kështu, domethënë që se do të përdor atë foljen e gabuar, po që e teprojmë me alkoolin. Dhe si thua, kërkojnë që të kenë më shumë qartësi mendore, janë më të dhënë mbas. Po kjo është gjë e bukur, kjo është gjë e bukur sepse është në mod healthy lifestyle, nuk e kupton se si jemi pas avokados, bie fjala me salmonin, më tej sporti, yoga, kështu që kjo është shumë gjë e mirë. Tani nga ana tjetër thonë ata që ndonjëherë jo, ai kuptoj, edhe. Kështu që unë më pëlqen kjo mesatarja e artë që tek ky këndvështrim ka gjetur. Askush nuk do që të mesatarja të rrisi fëmijë pianec apo të jetë baba pianec, kupton se ajo është. Kështu që më mirë ky drejtim. Po. Pastaj thotë që ka sepse alkooli të sillte edhe dopamin, të sillte lidhje sociale, njerëzore dhe pastaj edhe këto status, si thua, gjendjet e ndryshuara, mendore, shpirtërore, poetike prej alkoolit. Tani këto apo i ndryshojnë sepse merr dopaminën nga social media, nga gaming, thotë këtu, nga streaming, se ke Netflix e gjithë këto gjërat e tjera. Ndoshta edhe po, ajo është dopamina. E vërtet, gaming, streaming edhe gjithë edhe scrolling. Po, edhe po të shikosh edhe kompanitë alkooli, se ekonomisti shikon edhe anën ekonomike, kanë gjithmonë më shumë tani birrat pa alkool që po i marketojnë këta birrbërësit e vjetër e të mëdhenj. Që janë shumë të mira ato birrat pa alkool. Nuk e di, për shembull, po që kishte edhe gin pa alkool. Që nuk e konceptoj dot. Ajo është i distiluar, çfarë lidhje ka? Amy Winehouse thotë jo. Por po, është e distiluar, ka gin pa alkool. Nuk e kam provuar, por që e di që ekziston. Ekziston kjo gjë. Okej. E kam parë me sytë e mi. Për ta mbyllur, në fund, konkluzioni i artikullit është: alkooli ndërtoi civilizimin duke ndihmuar njerëzit që të përshtateshin edhe të, si thua, moderonin atë realitetin e hidhur, duke afruar një lloj mekanizmi. Por tani alkooli po humbet rolin e vet qendror e do të zvendësohet. Nuk na duhet më Blendi, faktikisht nuk na duhet më happy life edhe kaq. Duhet të kalojmë në publicitet, Me çfarë do bëjmë gëzuar? Me gin pa alkool, pra. Me gin pa alkool. Edhe nuk ndjen atë je ne sais quoi ne asaj, po. Okej, kthehemi edhe një herë te ajo e moderuar, është moderuar. Po më pastaj çfarë bëjmë ne, s'ka gjë. Do të luajmë. Ç'do bëjmë? Po të luajmë, okej, luajmë. Bëjmë lojën e re. Dakor. Loja e re. Tin. Dërgoni një numër që sot është shumë e thjeshtë, nga 1 te 10. Në 10, po, nga 1 në 10. Jemi minimal sot, më tej do t'ju marrim në telefon, do t'ju bëjmë një pyetje shumë të bukur dhe shumë të lehtë, mund të fitoni një kupon për 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane, kështu që shkruani, na kontaktoni. Me siguri. Dikush Durrësi jeri gati. Okej, shikojmë se ku do shkoj sot. Tani kam një dilemë këtu tek pjesa e leximit, se kam 2 gjëra të bukura. Edhe nuk po di. Pra, kam diçka nga autori David Grossman. Okej.
kam edhe diçka që quhet Po të kisha 3 jetë, që është një poezi kjo është një poezi nga Sarah Russell, e përshtatur nga Sarah Russell, e cila është gjithashtu e bazuar në një poezi tjetër nga Wiltams, kështu që është një poezi mbi një poezi mbi një poezi. Pra një koncentrat poezie. Se kanë marrë dhe kanë bërë versione ndryshme, po në thelb është e njëjta ide mbi një poezi. Pra kush është koncepti më i rëndësishëm për sot? Kjo është shumë romantike si poezi, është mbi një lidhje. Mirë, shoh po. Edhe tjetër është romantike. Je tek poezia. Mund t'i bëjmë të dy, a? Okej, hajde gjendje poezi. Gjendja poezi. Okej. Kjo është për ata që janë në çift, edhe që e duan njëri tjetrin, por që imagjinojnë sikur mos ishin takuar, fjala vjen. Okej. Si do kishte qenë? Po. Dhe thot: Po të kisha 3 jetë, në 2 do të martohesha me ty. Të tretën, ndoshta e kaloja kafeneve, ulur vetëm, duke shkruar një kujtim, ndoshta një roman, ose këtë poezi. Pa fëmijë me gjas, në një apartament të vogël me pamje nga dajti, dhe libra, shumë libra dhe kohë për t'i lexuar. Do isha i lumtur patjetër, miq për të qeshur, dhe ndonjë femër her pas here. Për një fundjavë, për të kujtuar si ndihet lëkura kur është gjallë. Do isha më i dobët në atë jetë, vegetarian, do praktikoja yoga, do të shkoja në filma, ngjisja motor, do të pija martini me xhaketa fine dhe orë të mëdha në dorë. Do të pushoja në bregun e jugut dhe do nuhatja këmishën e fanelatës që vajza e fundjavës harroi, duke dashur shenjat e rimelit dhe parfumin e saj më shumë se atë vetë. Do ecja në plazh në lindje të diellit, do gjeja spirale guaskash të përsosura dhe do vështroja shenjat që uji vizaton në rër. Dhe her pas here, do të pyesja veten, nëse do të mund të dgjeja ty të tretën herë. Shumë e bukur. Se kështu domethënë, në 2 do martohesha me ty, në tjetrën do. Pra çdo gjë, shumë më pëlqen se e ka bërë jetën gjithsesi shumë të bukur, interesante këto imazhet e xhaketës, së gjërave, u jogës, por pas gjë nuk e kalon atë ndjesinë e personit që ti don. Shumë e bukur. Kështu. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Oj! Kush je? Nga Durrësi. Durrësi, pra. Jam Ana. Përshëndetje Ana. Kush është? Jam në Shtraktruku. Mëngjesit, më folni më. S'ka gjë. Na seron pak Ana, me kë po flasim? Kush është i vogli ose e vogla aty? Jam 3. Janë 3, prandaj. 4 se kam të mbesa. Okej. 3 vajzat e mia dhe mbesa, po i shoqëroj për shkollë dhe pastaj do kaloj në punë. E kuptoj. Ne vazhdon dita, po çdo mëngjes se kemi rrugën bashkë. Shumë mirë. Shumë mirë. Po mirë, atëre na i prezanto pak me emra. Kush janë këta në autobusin tënd të shkollës? Është vajza ime e madhe Ester, e dyta Grace, e vajza e tretë Jasmine, edhe mbesa ime Amela. Sa emra të bukur. Jasmine, Grace, Ester, po. Super. Shumë faleminderit ty zemra vogël. Kështu që jemi mes gocash të vogla. Po, dërcaka sidomos, kështu që sigurisht janë bukura 100% dhe inteligjente. Patjetër. Dursake. Tani ka duket sikur kemi bërë enkas, por na tregoni cilin numër dërguat. Cilin numër dërguat? 7, e dërgoj vajza e madhe Ester. Bravo Ester, super. Bravo. Unë po i thosha për se sot nuk bëre 5, në dita 5 e javë, po jo, Ester i dinte diçka që mami se dinte. Me sa duket, Ester i kishte të drejtë. Shumë mirë, atëherë, me që jemi mes jush për t'ju bërë këtë dhuratën që është nga optika shqiptaro-gjermane mëngjesin e sotëm. Motra ime madhe Ester Kasica. Po. Motra ime madhe Ester, ç'a tha?
Ka syze. Okej, ndoshta një palë syze të reja për Esterin. Po, për Esterin. Shumë mirë. Mund të rejnë madhe. Ester ka syze. Ma knaqën. Shiko, pyetja është kjo. Si quhet mozaiku i famshëm i lasht i Durrësit? Është vajza e Durrësit, kota e Durrësit, që e tillë. Bukurosha e Durrësit. Bravo! Bukurosha e Durrësit. Fituat. Tani na tregoni pak. Tani Esteri syze të reja. Sa të gëzuara jeni? Po. E tani më do të kemë një zucchini që keni tuar? Qa tha dhe i herë? Kënga. I zucchini. Kënga me zucchini? Ajo social, ajo me atë vajzën. Apo jo? Po. Shumë e bukur ajo. A e këndoni dot? Ja. Po kërkoj tani për një foto të bukuroshes së Durrësit. Edhe po model mozaik me buraleta, shumë e bukur është ajo. Po, edhe e famshme gjithashtu. Ja, kjo ju a dha fitoren sot. Po. Shumë faleminderit. Asnjë gjë. Shumë kënaqësi të flasësh me të dy dhe që të qosh Kemi sidomos ato pjesët që ti lexon çdo ditë, unë realisht pronojm shumë dhe gjithmonë do të aty ku ndij veten i bëj të share në Instagramin tim sepse janë vërtet pjesë që të prekin në jetë, në përditshmëri dhe kudo, domethënë si familje, si punë. Faleminderit shumë Ana, Faleminderit shumë Ana. Dhe ju urojmë gjithë të mira dhe një ditë super të bukur. Ju përqafojmë. Ciao. Mirupafshim. Mirë, okay, Bruno Mars ka një këngë quhet I Just Might, është kënga e re nga Bruno Mars. Ne dëgjojmë tani, kthehemi shumë shpejt se kemi gjëra të tjera për të bërë në program para se të vejë ora 8. Mirëmëngjesi që të gjithëve, jemi gati për dy fjalë shumë shkurt sot edhe mbi zhvillimet e reja në shtëpinë e vllajt Mav. Të shtunën mbrëma, nesër mbrëma është prajmi i radhës, do të shohim se kush del nga banorët që janë në nominim tani, po ka tensione në shtëpinë e Big Brother. Ka shumë tensione, me thënë drejtën. E vetmja gjë, kam parë shumë pak të ditë, do jemi sinqert. Por pash Mateon që ishte duke u zënë me Casey-n, edhe ajo qasja Casey-t që sinqerisht shumë antipatike, dhe në këto momente Mateo në sytë e mi ka marrë shumë pikë. Mendon që ndihmon përballje me Casey-n, e ndihmon Mateo. Unë vura re në komentet. Nuk e di, po ajo qasja Casey-t, atëherë xha është antipatike gjithë situata. Me gocat, po. Tani të thuash të prekësh edhe tjetër, jo nuk don kjo, jo ta mbylli derën duke e prekur në këto gjëra skandaloze, po. Edhe Ina po ashtu. Kështu që ti mendon që duke u konfrontuar me Casey-n, duke dalë përballë Casey-t, Mateo fiton pikë në sytë e publikut. Ka pikë jo, Mateo? Nuk e di, në sytë e publikut më flas në sytë e mi, në sytë e mi fitoj shumë pikë, u kënaqa. Të pëlqen pak më shumë. Po, u kënaqa. Por që, po. Kjo është një dhe Rogersi. Rogersi ka hyrë me lapse dhe letër, do i godas gjithë banorët, do trazoj ujrat. Nuk mund ta besoj që Rogersi është vërtet ashtu. Jo, dhe unë nuk e mendoj, prandaj po nuk është e mundur ti jesh aq konfliktual gjatë gjithë kohës. Se më prish parfumin, thotë kur dikush i afrohet, kam parë që ka arritur t'i provokoj banorët. Ja ka dalë. Me Angelon është afruar edhe fizikisht, domethënë sepse me të gjithë, me Mateon, me të gjithë. Duhet të mos është mision mendon nga vllai i madh që ja ka dhënë që ti provokoj apo me Brikenën, ja ku e shohim. Sepse kalon edhe ca vija. Edhe Greta, edhe me Gretën që filloi duke qar dje nga, sepse u prek tek fjalët që po merrte ky me familjarët, me familjen. Është marrë me familjet, po. Po, edhe kështu që ky ka hyrë, dua të trajzoj ura, dua të bëj që të dalin nga vetja, sepse ajo fiton aty, del antipatik vet, por
Këtë do të bëj ai. Do të jetë qendra e vëmendjes duke u zënë me gjithë shtëpinë dhe duke ndërsyer gjithë shtëpinë kundrejt vetes. E din që kjo është rregulla e artë për Big Brotherin, për të dalë në Big Brother. Ktu ka të drejtë po. Por është mënyra e gabuar, cila nuk është okay. Uroj që mos të binë të gjithë në grepin e tij, sepse realisht do të jep të shumë pikë. Fjala vjen Angelo deshu konfrontua fizikisht. Nuk ndodhi, por që shkoi domethënë kështu. Kristi që njihet për gjakftotësinë ta fik cigaren ball. Rogersit, po. Nëse nuk është se është humbje gjakftotësia. Jo, po dali nga vetja është, se nuk ishte diçka që është tipike e Kristit t'i thot njerëzve ta fik cigaren në ballë. Po ndonjëherë duhet të arrish në disa. Po. Se kush e di çfarë nuk e kam parë këtë momentin, me thënë drejtën të Kristit, por kush e di. Gjithmonë është kundër përgjigje ajo e Kristit, nuk e ka në natyrë tjetër. Patjetër. Po dua të them që ai arrin që ti tensionoj, ti nxjerr nga vetja, ti bëj që të ndihen keq. Dhe ky ka qenë misioni, dhe domethënë misioni i tij, unë nuk di asgjë, unë nuk kam asnjë lidhje me produksionin që them, po gati më duket sikur ti kanë thënë shkolla dhe loja është që mbase zbulohet të shtunën, mbase unë jam gabim, që ti provokosh, edhe të shikojmë se çfarë do të bëjnë ata nëse provokojnë, ose ky ka vendosur që këtë të bëj, edhe është futur atje me këtë strategjinë e provokatorit të gjithëve gjithkohës. Për mua është lapse letër, e din që konflikti fiton në Big Brother, e din që të tjerët, personat të tjerë që të humbin ftohtësinë, fiton në Big Brother, e din dhe rregulli i tretë për të dalë mirë në Big Brother është të kesh gjithë shtëpinë kundra vetes. Dhe ja ka dalë deri diku. Edhe po vazhdoi kjo gjëja kështu. Shiko, është mënyra që është artificiale, është e forcuar, prandaj nuk besoj se do ketë terren. Po sepse mendoj në publik. Sepse mendoj që në publik duhet që nëse ti ke këtë agresivitetin, duhet ta kompensosh me një justifikim, duhet të ketë anën e ëmbël. Jo, duhet të jetë justifikuar gjithmonë. Patjetër. Duhet të jetë. Ky nuk e ka të justifikuar. Ky hyri shan gjithë edhe miru pafshim si një miz pa kokë. Nuk është okay, nuk ka sens, edhe normale që të tjerë do kundërpërgjigjen, kështu që del një situatë boshe, del një. E zoti e di që jemi shoqëri me shumë agresivitet dhe kemi nevojë ta zbusim, jo ta nxisim, po gjithsesi, Ina, Casey, Lorna, Miri dhe Selin janë të nominuar. Kë doni të largoni është pyetja e kësaj radhe, jo këtë të doni të shpëtoni, kështu që çdo votë juaj shkon kundër tyre. Është një vot kundër kësaj radhe. Në Shqipëri 56 666, My Vodafone app, në Kosovë 55099 dhe voto.topvischannel.tv. Si gjithmonë për të votuar kundër banorëve që janë në nominim. Pra vota juaj është kë doni të largoni nga shtëpia. Kush e di kush do e fitoj mes nesh atë bastin. Se kush del? Po, mes Lornës dhe nejse, mund të jetë nuk del fare as Lorna as Ina aty. Mund të jetë. Pastaj do qerasemi ndërmjet. Ndërkohë kemi Shtrakshtrukun, rekrutimin shumë shpejt dhe këngën e dekadës. Loja e preferuar e shqiptarëve, Shtrakshtruk. Kola kujton se u bë deti Shtrakshtruk. Amare. Pa, aq de Lulu. Aq de Lulu Kola. Pa. Pra Kola kujton se u bë deti Shtrakshtruk. Po pse më kol? Po deti Shtrakshtruk, si është shpreha. Atë që ju vjen në mendje, atë dërgoni 069 442 8873 069 442 8873 në WhatsApp. Shikoj që po vinë mesazhe tani. Dy prej jush do të luajnë me ne pak më vonë kur të bëjmë lojën. Kënga e dekadës për sot i përket të premteve. S'kemi këngë dekadë, kemi më vonë. E kuptojmë. Pas lajmeve këngën e dekadës